Diskriminimi ka shumë fytyra. Disa i shohim hapur, të tjerat i ndjejmë në heshtje, në një shikim të ftohtë, në një fjalë të pavend, në një derë që mbyllet pa arsye. Por përballja me të kërkon guxim, jo vetëm institucional, por guxim njerëzor. Si komisioner për mbrojtje nga diskriminimi, çdo ditë takoj njerëz që kërkojnë vetëm një gjë të thjeshtë, të trajtohen me dinjitet. Një vajzë që nuk pranohet në punë sepse mban shami, një djalë që paragjykohet për orientimin e tij, një grua që lihet jashtë vendimeve vetëm sepse është grua. Barazia nuk është thjesht një fjalë e bukur në letër, është garanci për dinjitet njerëzor. Çdo rast diskriminimi që ndalohet, çdo person që gjen drejtësi, është fitore për të gjithë ne. Ligjet ekzistojnë për t'u zbatuar, por edhe për t'na edukuar, për t'na kujtuar se respekti për tjetrin është themeli i lirisë sonë. Duhet flasim hapur për paragjykimet, t'i pranojmë, t'i tejkalojmë bashkë. Vetëm atëherë mund të themi se kemi ndërtuar një shoqëri që nuk mbron shumicën, por çdo njeri, pa dallim gjinie, origjine apo identiteti.